Ky është lajmi për ata të brendshmit. Kemi edhe pa gjumë. Qimi kam një pyetje që ja bëra dhe publikut, ka shumë kuriozitete. Megjithatë, pyetja le ta nisim me naivitet. Ore Ramën. Kush e votoi dhe ta bëj këtë pyetje jo për malinjitet, po duket sikur ka 4-5 ditë njerëzit në rrugë shohin njëri tjetrin dhe thonë, ore, unë se votova. Ti se votova. Kush e votoi më vëlla? Shiko Flavio. Për një gjë kësaj radhe bien dakord gjitha palët. Që Rama nuk i fitoi zgjedhjet, por i mori zgjedhjet. Edhe thonë dhe vetë. Thonë dhe vetë. Nuk ka sot zë që dalë dhe thotë që Rama mori këto mandate, i fitoi zgjedhjet. Nuk foli as edhe një fjalë për kontestuesit e zgjedhjeve. Vetëm tha një shprehje, unë nuk e lë pushtetin, nuk e lë kësaj opozite. Pra e zgjedh ai se kujt ja lë. Vota s'ka pikë vlere. Sot ka vetëm një gjë që gjitha palët janë dakord. Zgjedhjet si janë zgjedhje? Janë vjedhur. Nuk kishim zgjedhje, kishim vjedhje. Por, duke qenë se ka rënë çdo mask, dhe është e pamundur të ambulosh këtë gjë, ka dalë një tezë e re, tezë politike, në gjitha mediat, të cilit po e legjitimojnë vjedhjen e Ramës, pra aq kohë sa ka përballë Berisha. E filluan pak më ndryshe. Ky është rezultati i kësaj maske që ra. Ç'është kur e filluan thanë, e bën sikur e njohin rezultatin dhe thanë, por ndodhi kështu sepse duhej reformuar PD-ja. Po. Domethënë, pra në një farë formën po e pranojnë vjedhjen, po e legjitimojnë vjedhjen me argumentin se përballë kemi Berisha. Po. Derisa të kemi një opozit tjetër, Rama është legjitim të vjedh. Kjo është teza sot e këtyre që nuk e atyre që ju ranë maska, që nuk e mbulojnë dot më vjedhjen. Çështja është kjo është në këtë situatë jemi. Dhe Rama, shikoni, kur miratoi një rezolut... Po, se sigurisht Rama si intereson ta vendos debatin të PD-ja. Një rezolut Parlamenti Evropian para disa kohësh për dënimet politike ndaj opozitës, shqetësimin, për që ju lut atyre ta shtynin. Rama ju dërgoi një SMS dhe ju tha, shiko, po e ndihmoni Berishën ndërkohë që unë po mundohem ta reformoj opozitën dhe më dëmtoni në reformimin e opozitës. Kryeministri që merrte përsipër të reformojë opozitën. Dhe çdo kancelari perëndimore ka vot durt në kokë. Por është çështje kryeministri që ka merr përsipër reformimin e opozitës. Ky ka punë të qeverisë dhe ka punë partinë vet, opozitën e zgjedhën shqiptarët. Pra, pas kësaj, teza që deri dikur duke i çudi dhe çmendroi dhe nuk e artikulon dot kush, se Rama është legjitim të vjedhë sa ka Berishën përballë, tashmë është kthyer në normalitet. Në çdo studio, po ndiqja mbrëm tek televizioni këtij Ardi Gjebres. Po. Është një emision që bëhet aty nga hëna 8 në orare të ndryshme, në Prime. Dilte njëri që thoshte unë jam profesor politike, tani jam i vjetër, por do të hap rrugën profesorëve të ri. Unë dhe personazhi e kam pas gazetar. E nuk ditë këtë që në herë profesor. Dhe thoshte, shiko, derisa të rritin këto partitë e vogla, deri diku është legjitime kjo që po bën Rama me zgjedhjet, sepse opozita duhet të reformohet. Pra është legjitime që Rama të vjedhë zgjedhjet derisa të rritin partitë e vogla. Po kush janë partitë e vogla? Janë 3 individ, 4 individ që u krijuan dhe u pompuan nga zyrat nga metet e Ramës 2 vitet e fundit. Çfarë ofruan ata? Kundërshtim të dy palëve. Ata ofruan në letër opozitën e opozitës. Edhe opozita e opozitës. Dhe në kulmin e fushatës, njëri prej tyre, ky Qorri, 4 ditë fushati kishte rrugtimin e tij në këmbë deri në Athinë sepse s'kishte lek për autobus. Po. Dhe ne pam 4 ditë video të udhëtimit të tij në këmbë, por nuk pam takimin në Athinë. Një patetizëm bolshevik i neveritshëm. Ai mund të jetë djalë shumë i mirë, mund të jetë majtis shumë i mirë, por nuk ka nevojë të bëjë këto. Nuk ka njëri që se beson se i ka lekët për biletat autobusi. Më prish autobusin, thoshte në Kapshtic, tani jam nis në këmbë, hitan se lani 4 ditë derisa shkoj në këmbë Ismail Qemali për të ngritur flamurin në Londër. Iku ky. Del ky tjetri. Lapaj. Tiku. Koha që ka shpenzuar më shumë në media,
Ka qenë për t'ju thënë shqiptarëve se unë jam djali Fermanit, thoshte. Po shumë mirë që është djali babai, do mund ta ketë burr shumë të respektuar. Po nga që i përmenden shumë Vjerrin, si gjykatës i shkarkuar për korrupsion nga Spaku, nga Vettingu, gjithë slogani ka pas unë jam Adriatik Ferman Labaj. Deri shqiptarët duhet të presin dhe derisa të binden se ky është djali Fermanit. Del ky tjetri, ky i call centerave. Po. Burr paqime, derisa të dalin qimet agronit, derisa të dalin, që të rritë të daj, duhet të presë shqiptarë, duhet të Rama. Një personazh që gjithë fushatën ja ka menaxhuar gaz deri me Berat. Tani, kam përshtypjen nëse blejon ty. Pra, unë nuk kam gjë si individ me këta. Por këta, në 2 vite, u pompuan mediatikisht, u pompuan financiarisht, për të bërë opozitën e opozitës, as nuk u bashkuan që të paktën këto të paktën 150.000 vota, po të shkonin dëm. Ishin mandatet, nuk shkonin dëm. Po ishin 15 mandate. Këta nuk u krijuan për të marrë mandatet. Këta u krijuan për të quar dëm votat që mund shkonin kjo opozita. Sepse këta në qoftë se ishin realisht për thyrje sistemi, kundër politikës vjetër, Ramës dhe Berishës, këta e dinin që vetë i djegin votat. Bëheshin bashkë dhe merrnin 15 mandate. Çfarë i pengon këta të bëheshin bashkë? Ai ishte vetëm formulë për ndihmë Ramën. Dhe kishte 15 mandate plus jashtë Ramës pa manipulimin në parlament. Dhe po, kishte drejt, një grup parlamentar me 15 deputet. Është grup serioz parlamentar. Pastaj se si do e menaxhojnë punën e tyre, por këta nuk hynë për të marrë mandate. Këta hynë për të çarë vota. Jo, për të djeg vota. Pse e them këtë? Shkoni, Rama është kalkulator brillant. Nuk qeveris, por kalkulime elektorali i bon. Çfarë kuptoi Rama në 2023? Sali Berisha në prag arrestimi, pa avull, pa emër në flet në votimit, pa komisioner, pa numërus, në emrin e partisë Ilir Metës, mori 520.000 vota. Pa gjitha këto. Ose aq i lanë. Dhe Rama bëri llogari shumë të thjeshtë. Rama vetë 700